Shiko, unë nuk menoj që njerëzit kanë me besu që vetëvendosja ka gjuhë të butë e vlerësime pozitive për opozitën edhe akter tjerë në shoqëni. Ta mu që shpëndoken ma shumë si kur do fajdegji që shkojnë me folë gjumon, që shpesh është pjesë e diskutimeve për tavolina, edhe morin avdes, e folin gjumon, edhe si ta kryin gjumon, ja qojnë viktimes një mesazh, i thojnë ki dy opsione, ose mu vjerën kënëp, ose poret mi këthen 3 fish. E njerëzit vetëvendosin e shohin që si opsion opozitës, medjave, prokurorëve, gjyqtarëve dhe këndo që mundet një bo problem në pushtetin e tyne, ja kanë lanë veç konopin. Dhe 5 vjetë pushtet, ku të i njës për deklaratat të famshme të Luanda Lipit e Prendan Sadriut, ku i quan mediat në ndërmarrje për bashkë kriminale. E deri të kjo e fundit, ku Sami Kurteshi bërtetna për korridoret KQZ-s, e i quan vrasjes me pagesë, nuk është që harrohet lehtësisht kjo, veç pse Glauku i thët disa fjallë me të ndëbut. Vetëvendosja, mohet men, edhe nuk mundet për 12 dit mi u hjek njerëzve për kujtesës fjallori i vrasht, edhe vetëvendosja vërtet është ajo që mediat i qunë vrasjes me pagesë edhe ndërmarrja për bashkë kriminale. Vetëvendosja që 5 vjet i ka sulmu edhe i ka linçu gjyqtarët e Kushtetutës, që 5 vjet i sulmon prokurorët veç pse i hetojnë rastet korruptive të ministrave të Albin Kurtit, veç pse ata ja çojnë i ftesë Kurtit për me dhonë një dëshmi në cilësinë e dëshmitarit, domethënë halon nuk i kanë çu kërkesë në cilësinë të pandehurit, domethënë citata është kërkohet kryeministri si dëshmitar, kryeprokurori special Blerimi Sufa i linçohet, fyhet, ofendohet për këtë pushtetit Kurtit, përfshirë edhe për vetë personalisht Kurtit. Edhe nuk mundet vetëvendosja kaq lehtësisht me i bind njerëz që na i natë butë. Se vetëvendosja mohet mend prej veprimeve të Xhelal Sfeqlës, që i kam shu policit gurin kry protesta. Dhe thonë, vetëvendosja është sinonim i agresivitetit. Vedoja ma e famshme Albin Kurtit, si veprimi tina politik, është kur e njek policin na përsheshe dhe i thot o majmon. Më thonë, nuk e di që ka vedo ma të famshëm Albin Kurti gjatë karrierës tina politike, se so ajo kur e njek policin rrugëve dhe i thot o majmon. Xhelal Sfeqla as nuk ka dhënë ai deklaratë interesante, as nuk ka bënë ai veprim politik ma të rëndësishëm e ma të famshëm, se sa kur i kam shoh policit gurin kry. Më thotë që kjo është vetëvendosja e vërtetë. Edhe kjo nuk hiqet për kujtesës njerëzve vetëm për 12 ditë, menoj unë. Pretendimi tyne që për 12 ditë i bind njerëz që na jena... Jo njerëz, një pjesë njerëzve. Një pjesë njerëzve, pa mërë parasysh sa, që na jena partia që përdorëm gjuhë të butë. Për shkak unë pash plot statusa, plot. Pash disa që njerëzit e kanë pa me, e kanë mirë prit. Pa kanë pa ata që janë taman vetëvendosje, se frika vetëvendosje... Jo, po vësë për akter tjerë, pra jashtë VV, se VV-ja në fakt nuk që ka pas në i farë, sot ka pas në i farë qëndrimi, kështu që... Po, veç edhe këta i kanë do akter që tradicionalisht i përkrahin e nuk janë vetëvendosje. Janë si shoqëri civile në thojnë, sa që momente kyqe, bojnë një postem që Albini është i mirë, Glauku është i mirë. Unë menaj që pak është edhe një farë fyre për shtetarët e Kosovës, ku i trajton elektoratin si dele, që thu, unë e kam një telashe, që gjuha e ashpër pun penalizën, edhe për 10 ditë përdori gjuhë të butë, edhe arri rezultatit që e du. Dhe më thonë se këta nuk që i morin vesh shumë. Më thonë, mjaftoj një 2-3 intervista me gjuhë të butë, edhe këta menojnë qytetarët e Kosovës që Albini dhe Glauku nuk e kanë shohë kur kërkonin gjatë tërë aktivitetit tyne politik. Okej. Neq, a mundin mu shpërla për 12 ditë? Shikon... Edhe a mundin me pas rezultat? Po, deklaratën e Glauku nuk duhet me marrë si referencë për kursin e vetëvendosjes. Ato, sepse ai mund tjetë një eksponent tjetër i vetëvendosjes, mund të ketë një qarë sekret tjetër, por ajo që duhet të merret si referencë, duhet të merret çfarë thot Albin Kurti. Na pam edhe një, po mendojnë, koqen një ndryshim kursi edhe tek Albini. Një intervjistën e fundit. Po, një intervjistën e fundit,
me gjithse jo si që është e kjo, aq e shprehur, aq sikur të Glauku, por me gjithat ishte një ndryshim kursi. Edhe, por kur partit ndryshojnë kurset në këtë drejtim, mbartin një rrezik me veti për punën e votave. Nuk, përgjithsisht elektorati nuk duran kështu amplitudat të mëdha, domethënë në qëndrime, sepse e merr jo serioze, ose e merr sikur po friksohen, edhe kjo mund t'i humbë vota. Unë nuk po them që ky qëndrim është më i gabuar se sa qëndrimi më parshëm. Për mendimin tim është më i qelluar, por gjithsesi do të thonë që tipi i qëndrimit të gabuar në një qëndrim më të qelluar, kjo kreditohet me vota. Zakonisht ndodhe kundërta. Sidomos në kësë raste. Apo frikohet vetëvendosja, apo thjesht po bën për kalkulimet koalicionit? Jo, po bën kalkulime duke parë, duke nisur nga një premis që nuk ka një ndryshim në taborët e votuesve. Se zakonisht, për ngërshjen politik, simpatizante e vetëvendosjes po fajsojnë opozitën, simpatizante e opozitës po fajsojnë vetëvendosjen, dhe nuk ka një, ndoshta për një margjin tepër të vogël që mundet me lëviz ky qëndrim. Edhe duke nisur nga kjo, të gjitha partit janë gju me peshku elektoratin e diasporës, sepse aty nuk dihet çka sjell, domethënë vota diasporës, edhe të gjithë po përpiqen atje me peshku që me kriju atë diferencën. Kurse sa i përket këtij plagjatit me Kongën, për shtatit. Ja, është plagjatur, mendoj. Po na jemi shoqëri që e hajmë plagjaturën shumë më shumë se origjinalin. Po mendoj, to nis hadi pe gazetarisë, për shembull, Blendi Fevziu boj famshëm tu bo plagjatori një moderator italian, atje se miku e emni i tij, ose ka fjalën për Bruno Vespa. Ose ose për shembull Ermal Panduri tu imitue tu imitue Blendi Fevziun. Domethënë që është këtë plagjatur, ose ai Blendi ka shkruar librin se imiton Bruno Vespën, po s'ka lidhje. Ai kur e ka shkruar librin për Enver Hoxhën, që është komplet mbi shabllonët e librit të tij, autorit anglez mbi Stalinin. Edhe ai libër u shit shumë, so plagjatur. Mos më shku deri te ato që plagjatur ne kemi himnin kombëtar shqiptar është një plagjatur. Po ashtu. Po edhe ma shoh Shqipnin pak. Jo, që po ta shoj tash edhe Kosovën. Edhe Shqipnin mos ma prek ne. To deri te flamuri kombëtar i Kosovës, i cili po ashtu është plagjatur. Do thonë që aty propozimet tam për 98-ës botu në goha ditore, jenë shtu 6 yje. Edhe ajo është plagjatur. Ty ta kanë villa, po? Po, është një gjë e diqme. Jo si kum harrua, po është histori, po më dhe pak më e gatë, po më me shpigu Jo, unë me dhe sonde me shpigu. Jo, kjo ka qenë kur Tina Kajdano ka orë në zyrën time, edhe ka kërkuar që Tina Kajdano, ambasadori Amerikës, në prill të vitit 97. Janë fotografit, dhe më thonë edhe të diskutu edhe flamuri për para aty. Janë edhe në internet, më në më gjithë. Edhe thot që që kjo propozim po na pëlqen, po na dojmë që flamuri Kosovës me koni propozum për një veteranit të QK-s. Në 2007, më fani, më falimderit që më përmisovë. Jetë shëkones veteran. Po jo, edhe sepse ata dëshironin që flamuri me ngjiz ma shumë dhe me kidalun për UÇK-s. E qa ko lidhe që ka me Glaukun? Edhe që ta shpër për këtë. Edhe, po, për ata. Edhe ajo, qka mundë me modifiku, thash ndoshta me shkru fjallën Kosova për mi këtu, a Kosova, tani jam me mbulu me... Flamur me shkru Kosova këtu? Se fulja janë... Pa sa e donë të me modifiku, se ishte pa yje, po mdej, a ishte propozime për ndyshe. Edhe tani i hajtë prezentsojmë O-ën ose A-ën me një yllë, tani hajtë jopim mbulojmë krejt me yje,
edhe kur e pyetën atë autorin. Leje krejnë. Se po ja morëm të kujtë tjetër. Kur erdhë ai i kishte këtë shpjegim pse harta Kosovës, pse ngjyra verdh, pse ngjyra kaltër, kur e vetën çka janë këto yjet, ai t'ja futi tha janë komunitetet etnike. Në komunitetet etnike ju shumicë në Kosovë janë 7, nuk janë 6. Okej, hajde Po më dojë po meta tash po që vetëm në përpyetje të kthehem Do shta legji është aty. kthehem te çikët se janë kjo, domethënë unë nuk kam çudit pse, po megjithëse unë shumë meritohem nga këto plagjatura, edhe ajo ka nga plagjaturë mendoj që nuk e nderon Albin Kurtin absolutisht, ose është shumë lidhi, kanë mujtë plot gjithë ata, kur ti kishte 43%, ki kompozitorë, ki këngëtarë, mundë me ta qitë një kongë që duhet në fundet, nëse veç është nevoja për atë. Okej. Këtë sfesia kongë. Po pajto është mja qitë një kongë. Probleme nuk të konga, probleme të votat. Votat merren me plagjatura. Aja kongë, do më thonë, për që më thonë kongë e vjetër, e kanë rikomponuar, kanë bo me AI, kanë bo kongë në fundit, edhe është hit i pa diskutu shumë TikTok. Pra, kështë dhe dyta video del me qatë kongë. Pra, që kanë bo, për fushat, kjo nuk është e pa meqme. Përse me kënu një deputete, edhe kanë kopë një trend momentit, e kanë përshtat tekstin, me të njëjtën mirë, e deputetja, për çfarë mendime publike ka qenë e njohur para se më bë deputete? Do më thonë, se nëse për shembull flasim për dikan një figurë publik për Blerim Latifin, për shembull, dihet që është ateist, që ka qëndrime anti-kështu, që ka këtu, që ka... Në më thonë, këj ka një qëndrim të vetim, e respektu me... Ajo një, po më dhe një këngëtare mirë, po më dhe e pëlqyshme, po qka më një men për opinioneve publike të saj para se më bë deputete, ose edhe mas që bë deputete. Shambull, atën... A ka full në jetë? Kuvem? Kura? Nuk i ka Na e dim për shumë nesër, na për shumë që tash ka konkuru Viktor Buzhala, na e dim qëndrimet e Viktor Buzhalis, edhe dim që ka mundet me folë në parlament nesër mas nesër, se a i ka mendimet e ti kanë qenë publike. A i ka qenë me hop fabrika, po mirë dhe... Pa mërë parasysh, po na kemi një orientim se ku shok. Hajtë ma thuj ti cili është qëndrimi për qështjet për gjithë për shëshnisë. Hajde di bërë. Unë digresionet shumë atë shkurta. E para, edhe mu meritojmë plagiaturat, edhe kemi bu një përpje, kemi denoncu, ajo është hajnin në gjuhën popullore, kështu që nuk duhet në asë një formë me u pranu si e tilë. Mrena plagiaturës edhe kongës, edhe pse kjo është një lejë modifikimi, ajo kongë si bënder as e Donald Aloshit, as Albin Kurtit, as Vetëvendosjes, nështë këta vetisohen për këtë gjo. E treta mrena digresioneve, jo pak e rëndësishme, për e një si obligim masi burimi ke në para neve në intervist, veç me përgëzu për qasin edhe paraqitjen. Nëse di, am takon a nuk takon mu, edhe nëse si jam votusi asaj partije, unë besoj që ka ardhur një kohë që deputetët në tërsinë e asaj që na shohim, sidomos në kur kemi lista me qindra numra përpara, me pas një lloj profilizimi që është edhe burimi e ka marrë një qasje, për shembull për sigurinë, për sektor caktuar, për ushtrim, për policinë, për zgjidhje shumë konkrete, për situata që kishin me pas zgjidhje konkrete, edhe kështu veçanërisht po du me përgëzu, po t'isha votuesi i Aleancës gjithçysh kish pas vend në numrat e mi për deputet. E fundit mbrana kësaj herës parë, na kemë edhe dje, kështu që nuk po përsërit na shumë, sa me qelë në shtatë diskutimin. Intervista e pramshme është edhe që kjo strategjia e PR-it të Vetëvendosjes me që agenda koha shumë e ngjeshur në mrena 2 jave, dje dhe sot mrena 2 dite të 2 javshit po diskutohet për intervistën e Glaukut. Gjithka, do të thonë pa përjashtim. Disa për zbutje,
disa edhe mbrana vetë VV-s që nuk e kanë mirë pritë sepse e thapun dohet profesori që ekziston një mas aty, se me thonë që lyp shumë karburant për me undes. Nuk e dëgjova dikush që doli edhe kundërshtoj mbrana vetë vendosjes? Jo kundërshtime kështu, po flas për aktivistave, për do statusave, na gjithë mundohemi me kënd kujdesshëm që mos mi paraqit disa si me thonë qëndrime si të përgjithshme, po ajo është shumë afërmend që një pjesë e militantëve kërkojnë ma shumë karburant për me undes në fushat, e karburanti gjithë vjen në masën më të madhe për një gjuhë më të ashpër, e kështu për në kufit banalizimit me thonë ai Glauku ta qënë karburantin pika, shumë ma i kollajshëm, me kollajlëk dhe më thonë merë këtë punë, po reflektimi i një qasje, të cilën e përmeni Glauku qasjen e kalume, tha që na kemi reflektu dhe kemi po që ajo nuk ka qenë duhun e tjera, na qëtë neve veç para një situate ku na duhemi me mohu qëllimin e ndryshimit të qasjes dhe me ja dyshu këtë lloj reflektimi. Na dhejmë, na kemi kërku gjithë kohën, për të 9 muaj, na kemi thonë që nuk është në rregull, nuk ka qenë rregull, arroganca, agresiviteti, gjua e përdorën, nuk ka qenë rregull. Këta po thojnë na e kemi pranu dhe kemi vendosur me ndryshu, tash na thojmë, jo se s'po të besoj që kemi ndryshu. Më thonë që ky është një lloj kurthi në të cilin tashmë jemi, se duhet me hi në rrafshin e njetëve, qëllimeve të tjetrit. A e ka, nuk e ka. Dhe ajo që paka shumë u përmend, mundet me qenë edhe mrena strategjisë me që një blokat tjetër për zgjedhjen e presidentës ka me ndodh, me janë nisë, se me thonë, me loni rrugë ose një lloj, një shteg që aty që kur vjen puna e numrave për zgjedhjen e presidentit apo presidentës, me thonë që se Glauku ka qenë i mirë me juve, e kemi lënë në një sigurisë që i kthehemi ko pas kohe, edhe që ajo e fundit që se me thonë, partia politike e përmenëm shkurtje, përfaqësën edhe grupin identitar. Me siguri një pjesë të vetë vendosjes, mundet mos me qenë e madhe. Ajo pjesë ka njës me i pengu fakti që aktivistët, votuesit, ose kushdo tjetër identifikohet me atë personin atje me Aubë dhe Luane dhe Albini si Luane që bën do statuja, po dhe kjo e kongë është në qatë dimenzion, se me thonë kur i thurë që është u lavë dhe liderit, dhe ka mundësi që dojnë me tentu, me shty një lloj orientimi tjetër, që me thonë që se na nuk jemi bashkrejt që ashtu, edhe në këtë sens me tentu me fitu edhe një lloj simpatie që nuk e kanë pas deri tash. Shkurt. Qita dhe të pyta në fakt, natyrë, to që e shtrej edhe Dibroni, tash, a nuk gëzojnë ata mu bo përbashkus, a do të menajt qashtu për qarës, edhe cila ka qenë kritika,